Lavdi dhe falëndrimi është për Allahun fuqiplot, i cili është Zoti vetëm që meriton adhurimin. Salavatet, selamet janë për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan, sallallahu alaihi wasallam, për familjen, shokët dhe gjithë besimtarë që ndjekin me sinqeritet rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të dashur vëllezër, Kurani është normal plot me mrekulli, dobi të kësaj bote të botës tjetër. Shumë nocione, emra, shpesh njerëzve ju përzihen në bazë të trendeve të një kohe. Edhe e trajtojnë dikan me një cilësi që në fakt ajo nuk është cilësi për t'u lavdruar me ta. Kalojnë 50 vite, 100 vite, që ajo cilësi me cilën dikush është lavdruar, bëhet pastaj marrë me ja përmend, ose çuditësh për shembull me veshjet, frizurat e para 70 vjetë, me ato jakat e këmishave, ose me pantolët e gjanë, vjen koha, ndrojnë sanët. Të vetmet gjërat të cilat nuk ndrohen, modat, janë modat të cilat Allahu xhaleshanu ka përmend në Kur'an, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Një prej kuptimeve të kësaj teme është edhe në Islam ku i thuhet burr. A dhe me të pyet dikush, mirë, jo muslimanin e. Sipas jush, kush është burr? Edhe në kuptimin e sotëm burr është ai që i thot baba djalit pe me babën cigarën se tash burri e va. Ai i cili mund me mashtru tjetrin thot, ai i cili fol shumë, ai i cili shka në për harame, në për amoralitete, na themi ja. Allahu xhaleshanu është ai i cili e ka përcaktu kush janë burra. Që besimtarët me pas kujdes këtë nocion, këtë fjalë të madhe, mos me përzi me trende dhe standarde të njerëzve. Zoti e ka dalu në Kur'an fjalën mashkull dhe fjalën burr. Kur ka tregu Allah për trashëgimi, ka thonë lidhekeri mithlu hadhil unthayayn. Mashkullit i takon hisë sa dy femnave. Kur ka përmend fjalën burr, ka ndru standardet, ka ndru mohabetet. Allahu xhaleshanuhu, sa për ilustrim, ka përmend minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alej. Prej besimtarëve ka burra, të cilët besën që e kanë dhënë Allahut e kanë marrë. Edhe vazhdojnë ta marrin. Disa prej tyre kanë ndek, kanë shkuar te Allahu, disa hala janë gjallë, ama janë besë Zotit. Cila është besa që muslimanët e kanë dhënë Allahut dhe nuk e tradhtojnë Zotin? Është beslidhja e jonë përmes shahadetit. Na kur kemi thënë la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, çka vjen nga ky Allah dhe çka vjen nga ky pejgamber, na nuk e ndryshojmë. Na nuk tërhiqme, na nuk e nënçmojmë, na nuk besojmë, as nuk mendojmë, as nuk praktikojmë diçka tjetër në kundërshtim me ato që ka thënë Zoti dhe pejgamberi. Na jemi në beslidhjen tonë me Allahun. Çka është burrni? Çka është burrni që kushdo që të vjen ty me sane, çka do qofshin ato, që janë kundërshtim ato sane, fjalë, vepra, veshje, pamje, lukse, në kundërshtim me fjalën e Allahut, me çet shahadet që na kemi ra. Na nuk e pranojmë. Se na jemi në beslidhje me Zotin. Minal mu'minin rijal, prej besimtarëve ka burra. Ata janë të gatshëm që për Zotin cilin ja kanë dhënë besën, që jetojnë, marrin frymë për ta, vdesin për ta, kurdo që i thirr Zoti ata janë të gatshëm, çdo mësim të pejgamberit alayhi salatu wasalam mundon me çudë në vend që ta janë burra. Kushdo që kundërshton Allahun apo pejgamberin alayhi salatu wasalam, apo e tradhton Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk është burr. Sado që titujt, sado që pamjet, sado që dukjet, sado që të tjerët flasin për ta. Del njeriu mrena 2-3 muaj me një budallaki, cilën e bën i sharr jetës sociale pëlcasin të dash me dal, foto me, ja. Ta Allahu azza wa jalla është burr që ky person, jo u kry puna. Kjo është. Tjetra Allahu ka thonë ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë përgjegjës ndaj grave, familjeve të tyne. Këta janë burra. Këta janë burra të cilët e menaxhojnë familjen e vet. Të cilët janë të kujdesshëm për familjen e vet,
për moralin e vetë, të cilët nuk e lanë poshtë e naltë që përmes harameve më u turpru familja. Nuk qojnë familjen e tyne haram. Nuk kanë qef që familja tyne me punu diçka haram vetëm me pru pare. S'ka problem, veç vetë bjen pare. Jo, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Nuk ka thonë meshkujt, ka thonë burrat. Janë përgjithës, mbikëqyrës, ata që janë gjende për familjen e vetën dhe me dhonë jetën. Për me rujt moralin e tyne dhe me dek. Ama nuk pranojnë me jetu me faqet zezë. Nuk pranojnë. Se ndryshe burnia nuk ka më burni. Kjo e dyta. Pra e para, beslidhja atyne me Allahun. E dyta, një burë për me dita o burë këqyre në familjen e vetë që shqilët. Sa kanë menaxhim, sa është i kujdesshëm për moralin e djalit, vajzës edhe djalit. Nuk është burra i cili thotë s'ka grajle ky djalë del me vajzat juaj, ja. Se djali yt është të dal me vajzën e dikuj. Nëse ti ki burni veç me këqyr vajzë jote mos me dal me djem të huaj, atëherë ti s'është burni në rregull ajo. Se duhesh të djalin të kujdes me babën. Se kjo është ftyrë. Kujdes. Pra dyta morale. E treta, Allahu Gjaleshanuhu e ka përmend rijalun la tulhihim tijaratun wala bej'un an dhikrillahi wa iqames salah. Burra ata janë, për besimtarët ka folë, të cilët nuk i mashtron shitblerja, biznesi, nuk i mashtron tregtia, nga kush? Nga përmendja e Zotit, nga falja namazit, nga dhënia e zeqatit, nga ibadetet. Çka burni? Kur ti luksi i kësaj bote në momentin e namazit xhumas ti nuk don me nije mshel dyqanin drek, çdo sa në lën sepse Zoti ka thirr. Hayya al-salah, hayya al-falah. Kjo burni. Filani ka mri, filani ka shku, le të shkon ku don, qell le të shkon. A të fal namazin kur pe thirr Zoti? Jo. S'ka burni. Prandaj mos u çudit që ai i cili ka tradhtu Zotin, pas ka mundsi po. Dikush që Zoti ka thirr, e ai nuk ju ka përgjigj Zotit, mos prit ty nesër me të përgjigj në një marrëveshje, cilën ai veç pak me mujt, me e lujt dhe me ta boni hile me një pikë aty ta ban. Sa i Zotin azza wa jalla është mundu me mashtru. Edhe pse s'u ne mashtron. Edhe katërta, Allahu azza wa jalla ka thonë, aty ka në xhamia burra yuhibbuna yatatahharu, të cilët kanë qef me pastru veten nga mëkatet. Ka burra, ku ka? Në për xhamia. Në xhamia nuk ka tradhtar. Në xhamia ka burra, cilët dojnë me pastru veten para Allahut. Ja kanë dhënë besën Zotit azza wa jall për mos me tratu Allahun. Që me mbrojt çdo sen që Zoti ka thonë me mbrojt. Ka burra të cilët e ruajnë familjen. Ka burra të cilët nuk i mashtron dunjaja dhe lukset e saj. Këta janë katër nocionet, ka dhe tjerë, për këta i kam përzgjedh si bazë. Pra, një musliman, një njeri për mu qujtë edhe burr, është që beslidhen me Allahun azza wa jall nuk e thënë. I cili është i kujdesshëm ndaj familjes edhe moralit e çdo sen që ka të bëjë me familjen e tij, nuk e zë gjumi për shtëpinë e vet. Ai nuk rën rahat. Sa të gjallë ka grajle familjen e tij, moralin, besimin, imanin, namazin, agjerimin. S'ka më mirë se një bab i cili sabah për sabah shkon fëmijë vetë ju thotë, a keni fal sabahin? A u çut për sabah? Çunu për sabah. Çu, falu, bismillah, çu. Pra, me Allahun beslidhen e dyta, i kujdesshëm ndaj familjes. E treta, nuk ka luks dhe kënaqësi dhe pasuni e dunjas që ata e lakon për ibadeteve, mashtron për ibadeteve me Allahun. Dhe e katërta, gjithmonë është i kujdesshëm me u pastru brendësia e tij nga çdo mëkat. Kjo burni. Të nderuar vëllezër, kështu kuptojeni. Kështu kuptojeni se kështu Zoti azza wa jalla ka thonë deri në kiamet që ta veti, që do cilësitë burrave kanë me vazhdu. E çdo trend tjetër që njerëzit i ngritë dhe ul, ato janë vetëm thjesht lukset e kësaj dunjaje, janë momente të qaste që dikush po i pëlqen e mas 50 vjetë, 100 vjetë, ndrohet mentaliteti dhe nuk i pëlqen, mos u mashtroni me to. Lutë Allahun azza wa jalla që të na bëj besimtar, të devotshëm, tamam me epitetin e burnisë të cilët para Allahut, para dinit, edhe para pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk vën askënd. O Zot na fal në uza. O Zot na i fal edhe prindrit tanë, na i mëshira të vdekurit tanë, na forcon këtë din,
na bën sinqert, na mundësoj që ku dalim për kësaj bote të dalim me shahadet. Zot, mos lejo me tradhtu amanetin që të kemi dhënë. Zot, mos lejo që më mashtruan nga kjo botë me asnjë çmim. I vetmi çmim është çmimi yt, xheneti Firdaus. Allah fali edhe të devijumit edhe udhëzoj. Përmirësoj këtë popull, këtë ymet, evlat tanë udhëzoj në rrugën e drejtë, ata që janë smurt, shëroj, e të devijuarit udhëzoj. Ja Allah, ne jemi të mangët, jemi të dobët, jemi të fortë vetëm me ty edhe në rrugën tënde. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.